me vlerat e diagnostikimit krahas këtyre tjerave? Po Saranda, PCT-ja është një prej pajisjeve ta quajmë si gold standard viteve të fundit, domethënë për sëmundje malinje. Mirë po, dallimi është shumë i madh. Derisa na me CT dhe me rezonancë magnetike, domethënë në përditshmëri, bëjmë analizën anatomike morfologjike, domethënë të organit, ku e shohim organin normal dhe patologjinë. Çfarë sëmundje domethënë që na diagnostikojmë? PCT na mundëson që të analizojmë funksionin metabolik, domethënë të indeve, të qelizave mbrana organeve tona. Kështu që këto dy imazhëri ose këto dy teknika janë të fuzionuar mbrana një aparatit të përbashkët që quhet PCT, kështu që na bëjmë një CT, bëjmë një PET, pra shohim anatominë dhe morfologjinë e një tumori, mandej e analizojmë sa